Banorët e fshatit Suk 1 në bashkinë Roskovec po përballen me vështirësi të mëdha ekonomike për shkak të çmimit të ulët, 76 lek për litër, me të cilin fabrikat blejnë qumshtin. Si pasojë, shumë prej tyre po mbyllin stallat dhe po shesin bagtit, pasi aktiviteti nuk është më i qëndrueshëm financiarisht. Këtu është problemi i produktit. Nuk po ecën ashtu siç duhet ecur. Se ne e shesim me 76 lek, ata kërkojnë ta ulim me dhe vetë e shesim me më shumë. E shesim me 1800 lek litrin. Prandaj këtu ne jemi në kundërshtim. Dhe kërkojmë që qeveria të futet, të ndërhyjnë të bëjnë veprimet e saj që ta rregullojnë, se rregullatori është shteti dhe prandaj e bëjnë këtë punë. Unë kam 40 krelot. Mund t'i shtoj dhe mund t'i paksojnë, po mendja ime është, po nëse do vazhdoj kështu do paksohen. Të paktën të na e blini qumshtin mbi 80 lek për litër, thon ata, duke shtuar se fabrikat e shesin qumshtin e përpunuar me 120 lek për litër. Shqetësimi shtohet pasi sipas tyre çmimi pritet të ulet edhe më tej, gjë që do t'i çojë drejt falimentimit. Para ka qenë me 840. Tani po e kalon me 720, 100 lek për litër. Edhe që thonë për neve. Të përshëm unë qojnë 4 kujtal për 900 i thonë 20.000 leka. 20.000 leka është minus për mua, për familjen time.